Cili është një moment shumë i vështirë për ty në politik? Momenti i vështirë për mua në politik ka qenë dita që policia ndërhyri tek Unaza. Tek Astiri. Po, ka qenë një ditë shumë e keqe për mua, jam mërzitur shumë për shkak të gjithë asaj që kishte bërë deri në atë moment, apo jo? Jo, ishte 420 ditë të rish edhe me këtë tavolinën dhe të duket si një gjë pjesë e jote. Isha 420 ditë me ata qytetarë dhe sot i kam miq dhe njerëz të i quaj se miq të shtëpisë dhe por ishte ndërhyrja aq barbare dhe shkatrimi i një investimi të një jete për 25 milionë euro kilometri thjesht për një aferë korruptive. Dgjoj, po mirë, po ta shohim kundërshtimin tani është hap një rrugë që ne mund të kalojmë lirshëm kur ikim punë lirshëm. Në atë se dikur ka qenë skandaloze. Aty do daloja lirshëm, nëse aty nuk ka, nëse aty shkon sot në orën 6 atje, ka më shumë trafik se ç'kishte para se të bëj rruga sepse ai është një projekt që nuk zgjidh rrugën. Ai u bë për vjet. Duhej aty, një unazë madhe Tiranës tani më kollaj me Durrësin. Ajo rrugë që është aty, është e njëjta rrugë që ka qenë. Vetëm gjë që ndryshon atje janë dy mbikalime që janë bërë për të justifikuar 25 milionë euro kilometri. Edhe zhavorri nuk ka ndryshuar. Edhe zhavorri asaj rruge nuk ka ndryshuar. Pra, aty prandaj dhe nuk është zgjidh çështja e trafikut. Se supozohet që ti po hedh 100 miliona euro do zgjidhësh çështjen e trafikut dhe hajt po mbyllim një sy. Pra aty trafiku po të shkosh në orën 6 ti atje do 3 orë të dalësh. Kjo është një realitet i pamohueshëm. Tani përpara se të shkojmë në publicitet, po do më thuash një emër. Kush është politikani që do e hiqnit më një herë nga skena politike? Edi Ramës. Jo, përveç Edi Ramës. Edi Ramës. Po kishte këtë super fuqi që do thotë këtë politikan do ta zhduk nga skena politike. Edi Rama. E heqim Edi Rama, kënga socialiste. Edi Rama është edhe më i keq, Edi Rama, po se tjerë kemi hequr. Mirë mësuj tre. Demokrat, thosh i demokrat. Thuj tre. Se tjerë kemi, po aty nuk ka politikan të tjerë. Se aty është, domethënë nuk ka, aty ka vetëm ky, Edi Rama dhe të tjerët janë kartona, nuk kanë vlerë. Se ishte Erioni për shembull, iku dha ai mbaroi. Belinda ka marr rrugën, ky është ai që duam të heqim, këto janë. Çfarë do të thënë Belinda ka marr rrugën? Si e parashikon ti të ardhmen e zëvendës kryeministres? Sepse afera ku është për cilën akuzohet Belinda, është një aferë e cila është bërë me firmën e Edi Ramës. Dhe unë kam nxjerr dokumentin. Nuk e ka firmos Belinda. Shtesën e 50 milionë euro e ka firmos Edi Rama. Dhe është Edi Rama i cili për të shpëtuar kokën e vet, po shet tani Belindën. Nëse ka firmos Rama, pse duhet të marrë përgjegjësi Belinda për këtë? Për këtë duhet të pyesim këtë skapin e partisë. Që pse se thrasin, se firmën e ka edhe ai dhe un kam dokumentin. Dhe normalisht minimalja duhet ta marrë në pyetje, edhe në takimin me këtë kompaninë, kur kanë shkuar atje, me kompaninë turke, kanë qenë bashk. Dhe Edi Rama është kryeministër, nuk bëhet gjë pa kryeministrin. Asnjë ministër nuk bën dot gjë pa kryeministrin. Okej. Tani do doja para se të ndajeshim nga kjo hapësirë publicitare, do doja edhe një koment se teksa lundroj në Instagramin e Klevis Balliut. Shoh dhe një dedikim që ke shkruar për Fatosnanon, ngushëllime për ndarjen nga jeta e Fatosnanos, dua të shpreh ngushëllimet më të sinqerta. Fatosnano do mbetet në historinë politike të vendit si njeriu që mori një parti të mbyllur, dogmatike dhe e transformoi në një forcë më liberale në një kohë kur kjo dukej e pamundur. Është vërtet, nuk mund të pavarësisht që unë ka qenë të vazhdoj ta besoj, ka qenë i korruptuar, ka bërë 1001 xeza, në mendimin tim mund të thua çfarë të duash, por që mori një parti krejtësisht të mbyllur nga dora e Ramizalis, të diktatorit të radhës, dhe ktheu në një parti më liberale, ku kishte debat, ku kishte diskutime, mos harrojmë ato katarsis me Ilir Metën, me këto. Ajo është një gjë. Një politikan më liberal, ky ka qenë. Ai ka qenë, nuk mund t'ja mohoj me ke apo. E kam takuar disa herë. Domethënë mund ta kesh apo mund mos ta kesh, por njeriu duhet t'i njohësh atë. Fatkeqësia e madhe është që çdo gjë që ai ndërtoi dhe liberalizoi, Edi Rama e shkatroi dhe e ktheu atje ku ishte. Ku sot ne flasim që s'ka debat, madje sot asnjë media në Shqipëri nuk gjen dot një deputet Partisë Socialiste të vinë në debat. Salse ishin nga PD-ja në varrim? Po, ka qenë Flamur Noka, sekretari i përgjithshëm dhe nënkryetari i partisë Agron Gjek Markaj. Edhe deputeti Arjan Doj. Edhe Berisha që e futi në burg, megjithëse mbaj mend një batut Berishës që ka thënë që nuk të futën në burg, të futën mirë shokët e tu, kishte thënë, po. Jo, nuk e ka thënë si batutja, ka thënë aty se dosin realisht e sollën ata, ai në burg futi veten me aktet e veta.